Mobilni dhe imagjinoni ulerimen e pesedjet e migje, njerëzve që kërkojnë gjak. Erën e hekurit, gjerses dhe reres sengsete. Shkelkimin e njete hu bronzi që gju prekfitin. Per shume njerëz, imazhi i gladiatorit este ai, i një atletis kallav në Koloseun Romak. Por realiteti este shume me i erret, me i telle dhe me shpirteror nga sanakaberet e besojme Hollywoodi. Përplasja e pare e shpatave nuk ndodh hinengje arenet e madhe parangje perandori, por në heshtjen e nje varreze, në ndritën e pishtareve. Mire se vini në historinë e vërtetë të gladiatoreve, burrave që e shënderruan vdekjen në spektaklin me fitim plures në histori. Pelkeni, abonohuni dhe shperndagjeni. Le të fillojme, për t'i kuptuar këta luftetare, duhet të këtehemi në shekullin e trete para Krishtit, në atë kohë. Roma ishte një republike e reke ende pervetesonte traditat e fkingjeve të saq, etruskeve dhe kampanjaneve. Luftimet me te hershme nuk kuheshin logjera, ato kuheshin munera, kë do të detyrim ose oferte. Ato ishin rrite private funerare. Romaket e lashte besonin se gjaku i njeriut i derdhur mbi varrin e njeriut e shkuar ketesonte shpirtrat e te vdekurve dhe u gjepte atyre forse në gjeten e pertejme. Nuk ishte një sport, ishte një sakrifice njerëzore e ritualizuar ku diskalever luftonin deri në vdekje per të nderuar të njerin. Lufta e pare e regjistruar në Rome u zhvillua në vitin 264 para Krishtit, gjatë e funeralit të një fisniku të kuashtur Junius Brutus Pera. Bishte e tij organizuan një lufte midis tre çifteve skleverish në Forum Boarium, tregun e bagetive të qytetit. Ishte një çështje e vogël, po tuajse intime. Por populli romak u magjeps. Kishte diçka në guksimin e këtire burrave përballë fatit të atyre që rezononte me mentalitetin romak të disiplines dhe trimerise ushtarake. Ajo që filluesin gjë dhe tyre fetare, gradualisht u transformua, dekade pas dekade, në një mjet të propagandes politike. Ndërsa Roma zgjerohaj përgjate, mes deu dhe kapte migjera Robert lufte nga Kartagena, Grekia dhe fiset galike, furnizimi me burrat e forte e të deshperuar u rrit. Politikanet, romake e kuptuan se organizimi i një munusi, gjo vetëm kënderonte para ardhesit e tyre, por edhe u garantonte atyre votat e plebeve. Deri në shekullin e pare para Krishtit, logjerat kishin hambur pothuajse të gjithë karakterin e tyre të shenjte, duke u bere buka dhe sirku që do të vinin për te përkaktuar perandorine. Frika nga robi i luftes, i detyruar të luftonte për jeten e tajnenje toke të huaj, ube forma e preferuar e argetimit të kriekitetit. Por kush ishin në të vërtet e këta burra? Fillimisht, ata ishin ekskluzivisht rober lufte, kriminele të denuar me vdekje ose sklever rebele. Ata konsideroheshin famekek, njerëz pa të drejta ligjore, me poshtes e skleverit shtepjake. Me gjithate, këtu gjegmen nga paradokset me të cuditshme të shokerise romake. Gladiatori persmohej shokerisht, por adhurohej si një il roku. Ata ishin burra që gjetonin në kufirin midis gjetes dhe vdekjes, dhe ajo aure reziku i bente të papërmbajtshëm. Me kalimin e kohes, kërkesa për luftetare me të mire coj në profesionalizimin e industrise. U shfaken lanistet, si për marres që blinin skalever me potencial fizik për t'i stervitur në shkolla të specializuara. Këta burra shiheshin si kasape njerëzore, por ishin jashtëzakonisht të pasur. Biznesi ishte i rrezikshëm, një gladiator i stervitur mire, ishte një investim jashtëzakonisht i shtrenjte. Nëse vdiste në ndeshjen e tij të pare, lanistat humbnin një pasuri. Prandaj, ndryshe nga sa besohet gjeresisht, luftimet nuk përfundonin gjithmonë me vdekje. Gladiatoret ishin asete financiare që duheshin më mbrojtur derisa spektakli të rezultonte vërtet i vlefshëm. Struktura e logjerave u bë aq komplekse sa keve të shteti romak, u detyrua të ndërhinte për të kufizuar shpenzimet dhe numrin e qifteve. Nga frika se disa politikane do të përdornin ushtrita e tyre të gladiatoreve për të organizuar grushte shteti. Jules Cezari, për shembull, shkojak larg sa ekspozoi triso duitit qifte gladiatoresh me armatura argjendine ndër të babajt të tij të ngjere. Shkalla ishte aq masive sa ke forumi romak nuk ishte me i mjaftueshëm. Nevojitet një skene që i përshtataj ambisjes se Cezareve. Në këto shekuj të hershëm, gladiatori mesoj se gjetaj taj nuk i përkiste me. Me të hyre në një shkolle gladiatoresh, a i beri një betim të të mërshëm. Të duron të djegjen, lidjen, rahjen dhe vrasjen nga shpata. Ki betim, Sacramentum Gladiatorium,
e shënderoi një njeri të zakonshëm në pronet e arenes. Gladiatori e pranoi fatin e tij me një dingjitet ke romaket e kuanin virtus. Nëse do të vdiste, duhej ta bente këtë pabertitur, duke ja ofruar fitin fituesit me një ketesi të tmerrshme. Ajo ketesi ishte rezultat i një trajnimi shkencor që do të zhdukte që do imas barbarizmi. Ata nuk ishin thjesht bisha që godisnin njeri tjetrin. Ata ishin kirurge prej qeliku. Që do lëvizje ishte koreografuar për të maksimizuar tensionin e audiences. Origjina e shenjte ishte zbehur, por mistika mbeti. Skena ishte përgatitur për ndërtimin e Koloseut dhe shfaqjen e shkollave të elites. Ku vdekja do të behej njeve për Artides Kleverit do të beheshin heronj të ndaluar. Nëse mendoni se gjeta e një gladiatori ishte një torture e vazhdueshme në një burg të erret, realiteti historik do të ju habise. Sapo një burre kalonte portat e ludus it, ose shkolles se gladiatoreve. Ai pushonte se trajtuari si një sklavi thjeshtë dhe behej një investim me vlere të lartë. Ludus ishte një kombinim midis një burgu me siguri maksimale, një kazerme ushtarake dhe një kendre sportiv me performanse të lartë. Këtu, nën sirin vigilent të lanistas. Burrat formoheshin fizikisht dhe menderisht për të mbigjetuar spektaklin me të kërkuar të botes se lashta. Ndërtisa ishte zakonisht një strukture drejtkëndeshje me keliza me pamgjenga një obor kendror stervitor. Shkolla me e famshme nga të gjitha ishte Ludus Magnus, e vendosur prane Koloseut në Rome dhe lidhur me të nga një tunel në tokesor. Hirgjanete në kuptonte pranimin e një regjimi disipline absolute. Gladiatoret ndaheshin në grupe sipas përvojës dhe nivelit të aftësive të tyre. Filestaret të kuashtur tiro duhej të provonin vleren e tyre përpara se të mund të përdornin arme metalike. Se pari, ata sterviteshin kunder një shtyle druri të kuashtur palus, duke përseritur godigjet dhe pengesat me gjera here në ndjelin përvelues, duke përdorur shpata druri kë peshonin di here me shume sengje, e vertete për të forkuar muskojsh të tajre. Gjenga mitet me të medha ke shkenka ka hedhur poshte se fundmi eshte djeta e ketire luftetareve. Fale analize se eshtrave tek gjetura në varrezat e gladiatoreve në kitetesi e fesi. Ne edhime se ata nuk ishin burrat muskulore dhe te përkaktuar ke shohim në filma. Dieta e tajre ishte potuaq se ekskluzivisht vegetariane, e bazuar në elb dhe bishtagjore. Gje ke idha atyre nofken hordeari ose ngrene selbi. Pse kjo dietje? Sepse karbohidratet generonin një streset e trashedjamin në lekuror. Kidjam nuk ishte një shenjë neglizense, por me të përmbrojtje strategjike. Lejon të kye prergjet si përfakesore, në arenet e rjedhnin gjak në menyre spektakolare pa dëmtuar, organet gjetesore os muskujt e tele, duke zgjatur spektaklin pa vdekur mengjëherë gladiatori. Përveç dietjes së tyre, gladiatoret merrnin kushdesin me të mire, mjekësor të kohes. Lanistat punesonin mjeket me të mire, përfshire Galenin e njohur, i cili kishte kene një mjek gladiatoresh në Pergamon përpara se ti bashkohej oborit perandorak. Këta mjeke ishin eksperte në traumatologji dhe kepgje. Gladiatoret kishin kasgje të masazatoret, trajnëret personale dhe banjat e naksehta. Një gladiatori shendet shem dhe i ushkjer mire ishte me fitim prures. Me gjithate, ki kushdes vinte me një çmim psikologjik. Gladiatori e dinte se e gjithë ka gjovemendje ishte thjesht për të siguruar ke vdekja e ti, kur të vinte, do të ndotte para një turme dhe gjone një keli nga një infekcion i trajtuar kek. Gjetane Ludus krigjoj gjithashtu lidhje të çuditshme. Pavarësisht se e dinin se një dita mund të duhej të vrisnin njeri tjetrin. Gladiatoret formuan kolegje, ose sindikata. Këto grupe siguroheshin që nëse një gladiator tjetër vdiste në arene, ai të merte një varim të denje dhe familja e ti të kompensohej. Kishte një ingjenje velaserie profesionale, një ndërite përbashket midis të dënuarve. Gladiatoret shpesh i referoheshin gladiatoreve të tjere si velezer në arme, duke ndarenje nën kulture me jargonin dhe hierarkita e veta të brendshme, por jo të gjithë në Ludus ishin skallever ose të burgosur. Me kalimin e kohes, u shfak figura e Octoratus, kytetare të lire romake që hoken dore nga të drajtat e tyre për të bere gladiatore. Pse dikush du të zgjidh të vullnetarisht gjetan e një të denuari, per fame dhe para. Qamimi për një fitore në arene mund të ishte ekuivalent me pagen vjetore të një ushtari romak. Per një njeri ke mbitej në borgse ose një aventurier ke nuk kishte asgje për të humbur. Arena ishte e vetëm rruga e shpeshte drejt për parimit shokeror. Këta vullnetare ishin shpesh me të rrezikshmit, sepse luftonin me zgjedhje,
gjo me detirim. Brenda shkolles, specializimi ishte thelbesor. Gjo tek gjithë stërviteshin njësoj, lanistat dhe doktoret, trajnere veterane kë zakonisht ishin gladiatore në pension. Vezgonin fizikun e secilit burre. Nese ishe i shkurter dhe i shendoshe, stërviteshe si nje murmillo i rende. Nëse ishe i shkathet dhe i gjate, Montebe heshe nje retiarius. Kjo ndargje teknike ishte themelore për të krigjuar luftimet e ekuilibruara. Ata nuk kërkonin nje fitore të shpejte, porke luftimita ishte nje vale e zgjatur vdekje gje kue do të mbante turmente gjemonte nga entuziazmi. Ludusi ishte, në thelb, nje fabrike heronjshte ndaluar, me tu larguar për ndeshgje në tigj të pare. Gladiatori nuk ishte me personi ke hinte. Atij i ishte hekur identiteti i taj i me parshem dhe i ishte ripagezuar me një emër skenik imponues si Hermes, Spikulus ose Viktor. A i ishte gatit e hynte në arene, i lagur në vaj, me armaturen ke shkelkente, zemren ke i rihte fort në ritmin e dauleve per andorake. Por per para se te per ballej me turmen, duhej të njihej me mjetet e taj të zanatit. Armet dhe armaturen e projektuar per të transformuar dhimgjen në art. Në botën e gladiatoreve, l'armia nuk ishte qeshtje estetike, por inxinjerie argetimi. Romaket ishin mjeshtra në krigjimin e luftimeve të ekuilibruara ku forka brutale të kohej me shkattesine dhe mbrojtja e rende per balej me shpejtesine. Qado logj gladiatori, ingjohar si armatura. Kishte nje sere armesh dhe armatura shte projektuara posaçerisht per të shfritezuar dobesite e kundershtarit. Ka gjo nuk ishte nje lufte rruge. Ishte nje logje e per gjakshme shahu ku qëro figure kishte levizjete kufizuara dhe pikate forta unike. Gladiatori me ikonik dhe perfakesues si fukise romake ishte Murmillo. Ki luftetar ishte tanku i arenes. Ai ishte i pagjisur me një per krenare të rende bronzi të zbukuruar me një stemene forme peshku. Një mburoje të madhe drajt kendeshe të kuajtur skutum. Të ngjashme me ato të perdorura nga legionet. Dhe nje shpate të shkurter të njohur si Gladius. Krahu i taj i gjathta ishte imbrojtur nga një manika. Një armature prej lekure ose luspash metalike, por busti i taj mbetej i zveshur. Murmillo mbeshtetej në forcen, e taj dhe mbrojtjen e mburojes se taj. Duke pritur momentine sakta per të edhe në një goditje vdekje prurese ndersa kendronte i forte si një shkem. Per bale Murmillo se renda ishte trakasi. Ai ishte i preferuari i atyre ke vleresonin tekniken dhe shpejtesine. Trakasim bante nje mburojet e vogel katrore të kuashtur parmula. Dhe arma e tijme e friksme ishte sika, një shpate e lakuar e projektuar per tu rotuluar, rreth mburojë sekundashtarit, dhe per ta shpuar atë në shpine ose anash. A imbante grepat e larta ke mbroninte digja ke mbet deri në kofshe. Nje lufte midis një Murmillo dhe nje trakasi ishte dueli klasik midis mbrojtjes se palevitshme, dhe sulmit dredha. Nje lufte ke mund, të zgjaste shume per shkak të aftesise se të di luftetareve. Me gjithate, per baljame, i famshme dhe me ngarkese simbolike, ishte agjo e retiarit kunder sekutorit. Kjo ishte betegja per fundimtare, midis rjetes dhe shpates. Retiariusi ishte i vetmi gladiator ke luftoj pothuajse pa armature, duke veshur vetem një mbrojtese shpatullashte kuashtur galerus dhe një kilt. Armet e tish ishin një rjete me peshe, një trident dhe një kame. Retiariusi perfakeson të peshkatarin, shkattesine dhe lirine. Strategjia e tish perbehej nga mbajgja e distances, perpjekja per të zene kundershtarin e taj në rjete dhe me pas shpimi i taj me trident. Armiku i taj natyror, sekutori, ishte projektuar fjale per fjale të ishte makti i taj. Sekutori, emri i të cilit du të thote njekesi, mbante një per krenare të lemuar dhe të rumbullaket pa kreshta per të mos legjuar ke rëgjeta i retiarit të ngeqeznete. Vrimat e sive të tij ishin minimale per të mbrojtur nga magjat e tridentit. Megjithëse këgjo ia kufizonte në mënyre drastike shikimin dhe frime margjen. Ishte një beteje psikologjike. Sekutori duheqte përparonte pa pushim, duke duruar në ksehtesine dhe mungesen e agjrit brenda per krenares, ndersa retiariusi kërcente rreth taj, duke kërkuar një hapesire të hapur. Nëse sekutori e kapte peshkatarin, lufta mbaronte brenda sekondave. Nëse retiariusi arrinte talot të sekutorin, vdekja ishte e ngadalte dhe e dhimshme. Kishte edhe tipat e qere, me pak të zakonshëm, por po ak interesante. Provokatori ishte i vetmi që mbante një parzmore metalike dhe zakonisht luftonte kunder të qereve të logjit të ti per të hapur logjerat. E se Dariusi luftonte nga një karose, luften e stilin kelt,
Ndërsa Dimasherusi ishte specialist në luftime me dishpata njëkohësisht, gjë disciplinë ku kërkonte koordinim të mahnitshëm muskulor dhe vlerësohej shumë nga spektatorët me të prirur ndaj teknikës. Gjë detaj ku harrohet shpesh është se gladiatorët pothuajse gjithmonë luftonin me gjoks të zhveshur. Kjo nuk ishte për shkak të mungesës së burimeve, por përkundrazi me kellim. Gjoksi i zhveshur rriste rrezikun e lëndimeve të dukshme që publiku donte t'i shihte, por gjithashtu i lexonte hambesit. Në rast të një ekzekutimi përfundimtar, të ofronte kafen ose gjoksin e tij pa pengesa. Armatimi nuk ishte projektuar për të mbrojtur plotësisht burrin, por për të zgjatur dramen e luftimit. Armet ishin vepra të vërteta arti. Shpatat ishin të farketuara nga qelik me cilësi të lartë dhe helmetat ishin të zbukuruara me relive të perendive, fitoreve me krahe ose skenave tek gjuetise. Një gladiator i elites mbante një pasuri të vogël në pagjishje. Pesha e kësaj armature ishte e konsiderueshme. Një murmiljo mund të mbante me shume se 15 ose 20 kg pagjishje në ndjelin për velues romak të mesdites. Kjo e beri arenën një prove ekstrem të këndrueshmërise kardiovaskulare, ku shumë burra rrezoheshin nga lodhja para se të merrnin një prerje të vetme. Të gjitha këto pagjishje ruheshin në armamentariumin e shkolles dhe u gjepeshin gladiatoreve vetëm ditën e betejës. Duke pare këta burra të armatosur, se cili prej të cileve përfaqesonte një kulture të ndryshme të pushtuar nga Roma. Publiku ndihej sikur po dëshmonte perandorine në miniatyre, që do përplasje metali, që do shkelkim i një helmete në diel, ishte një kujtese e fukisese romes e mbi botën e njohur, por armet ishin vetëm gjysma e spektaklit. Drama e vërtetë filloi kur luftetaret dolen nga tunelit e hine në arene, duke u përballur balle per balle me fatin dhe vullnetin kapricios të migjera spektatoreve të etur per laudi. Pastaj pelkeni, abonoheni dhe shpërndagjeni. Per një qytetar romak, pjesëmarrja në logjera nuk ishte thjesht shikimi i një luftimi. Ishte një ngjarje shokerore, politike dhe shkisore që zgjaste gjithë ditën. Spektakli, i njohur si edisio, ishte organizuar me kushdes për të ruajtur tensionin nga agimi deri në muzg. Arena, e mbuluar me rereta i met për të thithur gjakun. Në fakt, fjala arene vjen nga latinishtja harena. Kjo do të thotë rere. Ube kendra e universit, poshte saj, hipogeumi, engjë labirint tunelesh, ashensoresh dhe djerë shkurthe. Ishte një vend plot aktivitet ku kindra skallever të teknike punonin në erresire për të bere ke mrekulitet e ndodhnin në siperfake. Dita filloi me venatio, ose gjueti kafshesh. Roma soli kafshe egzotike nga tek gjitha anete perandorise, luane nga Afrika e Veriut, tigra nga deti Kaspik, arinj nga Skotia dhe elefante nga India. Venatores, specialiste në luftimet me kafshe, hyne në arene për të demonstruar sundimin e kujteterimit romak mbi natyrene e gerë. Migjera kafshe ngordhen në një mengjes të vetëm. Tuhet se me shume se nente migje kafshe, u fligjuan per perurimin e Koloseut. Turma u leriti nga egzotizmi dhe rreziku, ndërsa pejzazhi ndryshoi magjikisht fale platformave hidraulike që benin, që pigjet ose shkretetirat të mbinin nga dishemegja e arenes. Në mesdite, atmosfera ndryshoi, duke u bere me e zimta. Ishte koha për meridianet. Ekzekutimet e kriminaleve dhe të roberve të luftes. Roma nuk humbi kurre një mundesi për t'i bere ata një shembull publik. Disa u hodhen para bishave të egra të parmatosura. Të qere u detiruan të riprodhonin mitet greke në të cilat protagonisti vdik një vdekje e vërtete. Këto ekzekutime shiheshin nga elita si një kohe për të shkuar të hanin, por për një rezit e thjeshta, ato ishin një kujdese e zimta e asaj që u ndodh të atyre që sfidonin ligjet e perandorise. Megjithatë, e gjithë këgjo ishte thjesht një meze për pjaten kryesore, e cila fillonte ndërsa dieli fillonte të perendonte. Momenti kulminant arriti me procesionin solem të kuashtur pompa. Gladiatoret hajnen e arene të veshur me pelerina ari dhe vjollse, duke parakaluar para kutise se perandorit os botuesit që finankonte logjerat. Këtu lindi shprehja e famshme, Ave Cesar. Morituri të salutant. Te faleminderit, Cesar, ata që gjane gati të evlesin të përshëndesin. Megjithëse një shprehje ikonike. Historianet besojnë se nuk shkiptohej në çdo betejë, por me të persi një përshëndetje specifike gjatë një naumachia ose betejë detare. Megjithatë, ajo paskironte në nshtrimin absolut të luftetarit ndaj pushtetit të shtetit.
Luftimet e gladiatoreve ndikeshin me vëmendje pothuajse akademike. Ato nuk ishin përleshje kaotike. Kishte gjektare, të njohur si submarudis, të veshur me robat e bardha dhe të armatosur me shkopinj për të siguruar ke regullat ndikeshin. Nëse një gladiator ishte shumë pasiv, gjektari u urdheron të skleverve të rrihnin me kamzhik ose të shponin me hekurat e ngset e për të detyruar të luftonte. Publiku vinte bast me fat dhe bertiste ke shilla teknike, duke analizuar që dogodit që sikur ta ishte një sport professional modern. Mitime i vazhdueshem nga kjo periudhe ishte ai i gestit me gishtin e madh poshte. Në realitet, gesti ku hej, polise verso, kwedu të tote gisht i këtjer. Nuk e dime me siguri absolute se cili drajtim tregon të vdekjen, por shume eksperte suggerojnë se gishti, i madh i shtrire drajt fytit ose gjoksit sinjalizon të ekzekutimin, ndersa gishti i madh i futur brenda grushtit, polise kompreso, tregon të falje ose misio. Vendimi përfundimtar nuk i takon të publikut, por perandorit ose redaktorit, me gjithese ata pothuajse gjithmonë ndiknin vullnetin e masave për të shmangur trazirat. Kur një gladiator binte dhe vendimi ishte vdekja, rituali përfundimtar ishte frimezues. Humbesi nuk duhej të lypte ose të dridhej, ai duhej të gjungjezohej dhe ti ofronte kafen. Duke i kapur kofshen, fituesit për ekuiliber. Fituesi ngulte shpaten në klavikul, duke kërkuar zemren. Pasi vdiste, një shërbetor i maskuar si karoni. Ferriboti i botes së krimit, hynte dhe e godiste trupin me një çekiç për të siguruar ke nuk po bente sikur. Ndersa një qeter, i maskuar si merkuri, e preku kufomen me një hekur të nëksete. Trupat u quan në per porta libitinensis, porten e libitinas, per endeshes se funeraleve. Në domen e zveshjes, armatura e tire u hok dhe gjaku u pastrua per betejen e ardhshme. Ndërkohë, arena u pastrua dhe umbulua me reret e fresket për të fshirec do gjurme të masakres se me parshme. Spektakli duhej të vazhdonte. Në fund të ditjes, fituesit dolen në per porta triumfalis, duke mbajtur palma fitoregje dhe tasa argjendite mbushura me monedha ari. Pasi ishin bere burrat me të famshem dhe të kerkuar në kitet, ndersa aroma e temgjanit dhe gjakut për hapej minigje romeke, këtë hej në shtepi e kenakur, per kitetarin mesatar romak. Gladiatori përfakeson të kontradiktin, përfundimtare të shokerise se tire. Ligjerisht, këta burra ishin famekek, kytetare të rangut me të ulet. Pa të drejta dhe kë konsideroheshin prone, por shokerisht, ata ishin i dusht me të medhenjt të perandorise. Gladiatoret me të mire ishin ekuivalentet e futbolisteve ose i gjeve të filmave të sotem. Emrat e tyre shfakeshin në grafitën e muret e Pompejt dhe Romes, ku përshkruheshin si psheretimat e vajzave, ose zoti i nates. Kjo fame nuk ishte thjesht admirim sportiv, ishte një obsesion që të gjkalonte të gjitha barierat shokerore. Thuhet se grate e aristokrasise romake, magje edhe grate e senatoreve. Paguanin shumë për të kaluar në gjenatemen gjë gladiator të famshem, por maggjepsgja rritine ekstreme kwedo të na dukeshin shketesuese sot. Gjaku dhe Gjersa, e një gladiatori fitimtar mblidheshin nga lanistet dhe shiseshin si malra luksi. Gjersa, e përzir me vajgjrat dhe parfume, shiste si një kozmetike gjashte zakonisht e shtrëngjte ke grate e përdornin për të përmiresuar pamgjën e tire, duke besuar se përmbante forcen gjetesore dhe virilitetin e luftetarit. Magje besohej se pirgja e gjakut të ngrohte të një gladiatori të vrare se fundmine arene monte kuronte epilepsine. Trupi i luftetarit shihej si një talisman energjie të paster. Me gjithate, pas ke saq fame të hole sa një letër, gladiatori dëshironte vetëm një ge, Rudisin. Rudisi ishte një shpate e vogël prej druri kë perandori ose organizatori i logjerave i aduronte një gladiatori si simbol të lirise se tigj. Marja e Rudisit në nënkuptonte kë nuk duhej me të luftoje për jetën tende. Mund të tërhikeshe, shpesh si një njeri i pasur, dhe të beheshe trajner apo edhe biznesmen. Shume gladiatoret e famshem, pavarësisht se fituan lirina e tyre, zgjodhen të vazhdonin të luftonin sepse nuk njihnin gjetet qeter ose sepse adrenalina e arenes ishte një droge nga e cila nuk mund t'i shpetonin. Por jo tek gjithë gladiatoret e pranuan fatin e tyre me nënështrim. Historia e gladiatoreve kanë gjë emër ke trondit i themelet e Republikës Romake. Spartaku. Në vitin 37 para Krishtit, ki gladiator me origjine trake, i lodhur nga abuzimet në shkollen, e Lentulus Batiatus në Kapua, u dhe hoki një arratisje masive.
Ajo che filloi si nje revolte e seventes burrave te armatosur me ene kuzhineu rritne nje ushtri pregjembi, hundat vinin tazënda njerëzish. Përfshires klever dhe fshatare te pakenakur. Spartaku nuk ishte thjesht një njeri I eger. Ai ishte një strateg I shkelkir. Ai mundi disa legjione romake duke perdorur taktika guerile dhe njohurit e ushtarake ke shume nga gladiatoret e tij kishin fituar para kapjes së tyre. Per di vjet, gladiatoret rebele e poshteruan romen në token e saj, duke vërtetuar se burrat e trajnuar per argëtim ishin me shume se te afte te shkaterronin ushtrite profesionale. Kriengritja u shtipme në fund nga Marcus Licinius Crassus dhe gjashtë migjen gjekes te Spartakut u krikezuan per gjate rruges apiane, nga kapuan e Rome, si një paralajmërim I zimte. Kjo revolte ndryshoi per gjithmonë mënyrën se si romaket I shihnin gladiatoret e tyre. Ata filluan ta I shihnin me një respekt të mbushur me tmerrte të le. Pavarësisht kërcenimit të rebelimit, logjerat vazhduan. Në vend të kësaj, ato u bene me ekstravagante. Disa perandore e suan obsesionin e tyre në ekstrem, siç ishte Komodi Famekek, I cili besonte se ishte rimisherimi I Herkulit. Komodi zbriste në arene per të luftuar. Megjithëse ndeshjet e tij ishin interesisht të manipuluara. Kundërshtaret e tij perdornin arme druri ose I dorezoheshin me njëherë perandorit, I cili mblitte shumë astronomike nga thesari publik per qëdo fitore. Ki degradim I nderit të gladiatorit nga një perandor shihej nga aristokrasia si një shëngje e rënjes se pakthjeshme të Romes. Fama e gladiatoreve ushtriet e tek grate, edhe pse me pak të zakonshme. Gladiatoret femra, të njohura si Ludia, ekzistonin. Dashmite arkeologjike. Të tilla si një statuje bronzi në Hamburg, të relievet në Halikarnas, konfirmojnë se grate e luftonin edhe në arene, shpesh kunder grave të tjera ose në spektakle nate me drite pishtari per të rritur egzotizmin. Megjithatë, përgjese marrëgja e tyre ishte gjithmonë e diskutueshme dhe përfundimisht u ndalua nga perandori Septimius Severus në vitin 2 pas Krishtit, I cili kishte frike se prania e grave në arene do të minonte dinjitetin e gjinise efemerore dhe vete logjerat. Gladiatori ishte heroj I ndaluar tipik. Ai misheronte trimerin e ushtarake romake, por gjetonte në fame të ulet. Ai ishte ngjeriuke të gjithë hedoninta ishin dhe askush nuk donte taftonte në tresen e tyre. Në kulmin e karrieres së tij, një gladiator mund të kishte gjithçka, përveç lirisë së tij ligjore. Ai tensioni I vazhdueshëm midis shkelkimit të lavdisa dhe higjes së vdekjes ishte ajo që e mbajti arenën gjale per shekuj radhe. Por, ndërsa perandoria ndryshoi dhe një besimi rifiloi të përhapej në per rruget e Romes, ditet e logjerave të gjakut ishin të numeruara. Shfaqjame e madhene toke ishte gati të përbalej, me një armik që nuk mund të mposhtej me një shpatet e lakuar apo me një trident. Ndërsa perandoria, romake hyrin e shekujt, e katert dhe tepeste pas Krishtit. Gjurma e Koloseut filloi të zbehe. Di faktore kryesore vullosen fatin e gladiatoreve, ekonomia dhe fegja. Mabajtja e logjerave ishte gjashtë zakonisht e kushtueshme dhe një perandori. E rrethuar nga pushtimet barbare dhe inflacioni nuk mund të përbalonte me sakrifikimin e migjera burrave dhe kafshëve thjesht per argëtim. Per me te per. Ngritja e krishterimit ndryshoi moralin e kohes. Per udhëheqësit e rinj të kishes, spektakli I njerëzve që vrisnin njeri qetrin per kenakesi ishte njeneveri koefiente krigjimin e Zotit. Perandori Konstantini I Madh ishte I pari që miratoi ligje që kufizonin logjerat. Megjithëse tradita ishte aktelle, e rëngjosur në popull sa që luftimet vazhduan në mënyre klandestine ose në një bazete kufizuar per dekadat e tëra. Goditja përfundimtare erdhi në vitin 404 pas Krishtit. Sipas tradites, një murg I quajtur Telemaku u hodh në arenen, e Koloseut per të provuar të ndante di gladiatore, duke bertitur që masakra të ndalej. Turma e terbuar nga ndërprerja, e kelloi me gurre per vdekje. Ki akte preki perandorin Honorius, I cili ndaloi përfundimisht luftimet gladiatoresh në qytetin e Romes, me mbylljen e shkollave dhe ndalimin e logjerave. Gladiatoret u zhduken nga historia, por imazhi I tajre u vullos në kushtesen e njerëzimit. Koloseum mbeti një skelet guri, një kushtese e një epoke ku gjeta vlente me pak se duar trokit gjet. Megjithatë, koncepti I heroit kue lofton kunder të gjitha veshtiresive per të fituar lirine e taj jeton ende. Nga stadiumet e futbolit të arenate arteve marciale të Perziera,
Magjepsia gjone me luftimet individuale dhe sakrifikat fizike eshte një gjehone e drejt për drejta e asaj që ndodhi në arenat romake. Sot, gladiatoret gjane me shume se sa thjesht s'kallever të vdekur, ata gjane simbolet e këndrueshme risen gjerezore. Ata na mesuan se edhe në kushtet me të mërshme. Një person mund të gjeje din gjitet të nder. Historia e arenes eshte historia e natyres sone. Një përzierje mizori dhe heroizmi, gjaku dhe lavdi. Heronjte e ndaluar të Romes gjane larguar nga arena. Por legjenda e tire ende gjehon sa here këngje atlet për balet me fatin e tij në shkelkimin e dritave, duke na kushtuar se, në fund të fundit, tek gjithë po luftoj me betejën tone parasive të botes. Me pas beni like, subscribe dhe share. Deri në të gjetren.